në asnjë lloj sikleti. No. Pikpyetjes që mos ndikon kjo gjëja për jashtë, për sfamimin. Jo. Fare. Shumë e rëndësishme. Jo, fare. Kjo është shumë e rëndësishme. Jo, fare. Zero. Për çfarë të ndikon? Kur s'ka gjë, kur gjëja s'ushqet. Tash ideja është të jesh menaxhohet me shumë qytetari dhe me shumë mirësjellje. Çfarë duhet të ketë për të shqetësuar? Okej, por gjithsesi ndikon fakti që i mashkull dëgjon që i mashkull të kuptohet. Si? I mashkull jashtë. Po? Dëgjon që po i thohet kotës me të cilën ai po pret. Po? Jashtë. Po? Ti thënë fjalë të tilla, ndoshta indikojnë, po varet dhe pastaj. Po unë di kë kam krah. Pra, varet dhe çfarë tipi kanë. Nuk ka si të ndikohet nga një gjë që s'ekziston. Ka që thjesht. Okej, më bëhet qefi për këtë gjë, Po patjetër. Ai më njeh dhe ka besim. Më bëhet qefi për shumë, që e kenë nuk të mundon. Jo, fare. Këto gjëra janë inekzistente mes nesh, fare. Gjithmonë do ketë njerëz aty jashtë, pavarësisht statusit tënd, që do të afrohen, që do të joshin, që do të shohin, që do të gjuajnë, që do të provokojnë, që do të ngacmojnë. Që të bësh? Do i menaxhosh me qetësi, me mirësjellje, do i tregosh vendin, do i tregosh limitet, deri ku e ka. Të kaq mjafton. Nuk mund të bëhesh agresiv ndaj njerëzve. Ka me Lornën, po them unë ka me Lornën. I ndroj kafshët ditë për ditë.